Kush është shumë interesant se votuesi i Prishtinës pak voton në bazë preferencave të veta. Deri këtu, për arsye se këtu po e shohim Alianca është këto janë votat për kryetar komune, po Alianca ka më tepër vota për shembull sa i përket për gati 10.000 vota, 9 diçka %. Si po mendon? Është fakt se shpesh partitë në mënyrë të msheft merren vesh edhe e inkurajojnë elektoratin e vet edhe thonë na po shkojmë me VV-n, AK-n, PDK-n, edhe këto keni me votu. Kjo është një farë taktike që funksionon ditëve të fundit të zgjedhjes, në qoftë se kanë mbri ata marrëveshje. Po në Prishtinë, as PDK-ja, e cila ka kaq shumë vota, kur vjen puna me undo, as Urani Smajli, as kërkush nuk mundet elektoratin e Prishtinës shumë ndiku. Nashta jo 100%. Jo 100%. Mos modhe pu. Ja tash ta ajo është veç mendimi personal. Jo, për mendim po flas me të dhona. Mendimin ndërtohet për statistika për dhonave. Nëse para 4 viteve LDK-ja ka qenë 45%, LDK-ja ka qenë 29%. Qysh pat mundësi koalicioni mes PDK-s edhe LDK-s e pruni rezultatin aty të barabart. Madje pak vëzhgosur ka qenë frymë. Ka qenë frymë.